Një material tjetër tani shkencor, një ekip shkencëtarët kanë publikuar të dhëna që tregojnë se njeriu mund të ketë rrjedhur jo dojmos nga majmuni, por nga një qenie e lashtë parentse e tij. Shkencëtarët i bën publike të dhënat e studimit 15 vjeçar që filloi në vitin 1994 me zbulimin e ardit, një ardipediku të zbuluar në Etiopi në vitin 1994. Një skelet i një femre me gjatësi 1.2 metra dhe që mendohet të ketë peshuar rreth 50 kg, përfaqëson xenafillën e evolucionit të species son. Ky ekzemplar i zbuluar në Etiopi në vitin 94 kishte madhësinë e një shimpanzeje dhe me një tru në madhësinë e trurit të majmunit, por mendohet se kur ecte nuk përdorte gjithmonë 4 gjymtyrët, por mund të rrinte edhe në këmbë. Deri tani skeleti më i lashtë i zbuluar ishte lusi, që ka jetuar 3.2 milion vjet më parë. Mendohej se rreth asaj periudhe njerëzit kishin filluar të ecnin më këmbë, por me zbulimin e skeletit të ri të ardit, shkencëtarët mund provojnë se njerëzimi filloi të ecte që 4.4 milion vjet më parë. Zbulimi i ri hedh dritë mbi disa fakte të evolucionit njerëzor deri tani të paditura nga shkenca. Nga studimi i skeletit të ardit dilet në përfundimin se njerëzit nuk kanë rrjedhur nga majmuni, por nga një paraardhës i majmunit, nga i cili evoluan 2 degëzime të veçanta gjitharësh, njeriu dhe majmunët modern. Ardi është hallka lidhse mes nesh dhe pararendësve tanë të lashtë që jetonin në këtë planet 7 milion vjet më parë. As primitive as this creature is, it has already evolved those special characters indicating that it's on primitive, tek kjo krijesë shohim tiparet veçanta që tregojnë se ajo i përket anës son të pemës gjenetike. Këto tipare nuk gjenden në pemën gjenetike të shimpanzes, as të paraardhësit tonë të përbashkët. Me këtë skelet kemi arritur më pranë se kurrë paraardhësit tonë që jetoi shumë kohë më parë, thot biologu Tim White. Një tjetër zbulim interesant, para 4.4 milion vjetësh, njerëzit nuk ishin krejt të ndryshëm nga njeriu i sotëm. Dhëmbët e ardit tregojnë se dieta e saj konsistonte si nga mishi ashtu dhe nga barishtet, me një fjalë, një larmi ushqimesh. Por mbi të gjitha, ky zbulim thekson edhe një herë prejardhjen tonë të përbashkët nga Afrika dhe rrugtimin e gjatë që ka përshkuar njerëzimi që nga ajo kohë.